Kryetari i komunës Qendër në Vlorë mori plagë të rënda në trup, kur makina me të cilën ai po lëvizte u hodh në erë në mes të qytetit. Fredo Berberi fillimisht u dërgua në spitalin rajonal të Vlorës, por 3 orë më pas u transportua në kryeqytet. Mjekët thanë se megjithëse jeta e tij është jashtë rrezikut, ka nevojë për një trajtim më të specializuar. Gjendja e përgjithshme e pacientit është e mirë, ka humbur një sasi të vogël gjaku nga trauma. U konstatuan pjesë metalike, të cilat kishin nevojë për një ndërhyrje më të kualifikuar dhe për këtë arsye ne zoti Berberi kemi nisur drejt Spitalit Ushtarak në Tiranë. Ngjarja ndodhi rreth orës 14:10 në bulevardin Vlorë Skel, përballë ambulancës qendrore. Shpërthimi shkaktoi panik te kalimtarët dhe banorët aty pranë. Fillimisht makina u përplas me një mjet tjetër të parkuar dhe më pas shpërtheu. Për fat nuk pati njerëz të lënduar, përveç se u dëmtuan 2 makina pranë forestradës së Berberit. Ende nuk dihen shkaqet e kësaj ngjarjeje, por ekspertët flasin për një shpërthim eksplozivi të telekomanduar. Hetuesit thonë se është përdorur i njëjti mekanizëm si në shpërthimin ku mbeti i vrarë gjyqtari Skerdilajt Konomi rreth 3 vjet më parë. Policia e Vlorës ka shoqëruar disa persona të cilët ndodheshin pranë vendit të ngjarjes. Në pyetje janë marrë edhe punojës të komunës dhe të afërm të Berberit, por megjithatë ende nuk ka gjurmë për autorët e dyshuar.